SPAK dërgon për gjykim 3 persona për ushtrim të ndikimit të paligjshëm në procedurën e transferimit të një të dënuari. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përfundoi hetimet dhe ka dërguar pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë kërkesën për gjykimin e procedimit penal numër 196 të vitit 2025 në ngarkim të pandehurve Zef Mali, i akuzuar për kryerjen e veprës penale, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike në bashkëpunim, Kreshnik Doni, i akuzuar për kryerjen e veprës penale, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, Jemine Çoku, e akuzuar për kryerjen e veprës penale, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Hetimet për këtë procedim penal nisën mbi bazën e akteve që u referuan nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore Tiranë përmes veprimeve hetimore, përdorimit të metodave speciale të hetimit dhe administrimit të provave. U dokumentua fakti penal sipas të cilit i pandehuri Zef Mali në bashkëpunim me të pandehurin Kreshnik Domi i kanë kërkuar dhe marrë të pandehurës Jemine Çoku një përfitim të parregullt prej 20.000 eurosh. Në kohën kur Zef Mali ka kryer këtë veprim, mbante detyrën e oficerit të shtabit për menaxhimin e forcave në Gardën e Republikës dhe Kreshnik Domi ishte një lidhje shoqërore e tij. Sipas hetimeve, ata i kanë premtuar dhe siguruar të pandehurës Jemine Çoku se do të ushtrojnë ndikim të paligjshëm tek funksionarët të Ministrisë së Drejtësisë për të ndjekur procedurën e transferimit në Shqipëri të vëllait të saj, shtetasit shqiptar Kujtim Çeliku, i dënuar me burgim në Republikën e Turqisë për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit. Konkretisht nga muaji janar deri në tetor të vitit 2025, në cilën ishte në zhvillim procedura e personit të dënuar, të pandehurit Zef Mali dhe Kreshnik Domi kanë mbajtur kontakte të vazhdueshme me të pandehurën Jemine Çoku dhe me familjarë të tjerë të saj, duke i siguruar se ata kishin mundësi të ndikonin tek funksionarët të Ministrisë së Drejtësisë për realizimin e procedurës së transferimit të dënuarit. Për këtë qëllim, e pandehura Jemine Çoku u ka dhënë të pandehurve shumën prej 20.000 eurosh si përfitim të parregullt. Gjatë hetimit është evidentuar gjithashtu fakti i fillimit të ndjekjes së procedurës ligjore të transferimit nga ana e Ministrisë së Drejtësisë për shtetasin shqiptar Kujtim Çeliku për të shlyer pjesën e mbetur të dënimit në Shqipëri. Sqarim: çdo person prezumohet i pafajshëm derisa nuk vërtetohet fejësia e tij me vendim gjyqësor të formës së prerë.